Zotin të lutem o Perëndim të jep ti të thoshe diçka? Po. Mirë se keni ardhur. Shpresoj që keni kaluar një javë të mirë. Është si gjithmonë gëzim që të mblidhemi së bashku edhe të adhurojmë Perëndin. Do të lexoj nga Psalmi 33, që thot: ngazëlloni o njerëz të drejtë tek Zoti, lëvdimi u shkon për shtat njerëzve të drejtë. Na shkon për shtat të lëvdojmë Perëndin dhe të adhurojmë. Ne jemi drejtësuar nga gjakut të Krishtit. Kremtojeni Zotin me qeste, këndojeni atij me harpën me 10 tela, këndojeni një kantik të ri, bjerini me mjeshtri veglës dhe brohoritni, sepse fjala e Zotit është e denjë dhe të gjitha veprat e tij janë bërë me saktësi. Ai e do drejtësinë dhe barazinë, toka është e mbushur nga mirësitë e Zotit. Zot, ne duam të falenderojmë për këtë të diel, për mundësinë që kemi, Zot, të mblidhemi së bashku për të adhuruar emrin tënd. Zot, unë lutem që me shpirtin të shenjtë do na drejtosh në këtë shërbes. Lutem që veshët sy tanë do t'jenë të hapur, të dëgjojnë atë që ti don të dëgjojmë sot, dhe zemrat tona të jenë të hapura dhe të fokusuara tek ti, Zot. Largo çdo shpërqendrim për të na ndihmuar të adhurojmë edhe të mësojmë me zemra të gëzuara. Në emrin tënd, Jezus, lutem. Amen. Mund të çohemi në këmbë. Le të bashkohemi me ëngjëjt që lavdrojnë Perëndin. Lavdroni Zotin në qiell të lartë, lavdroni Zotin ju engjëj të fortë, gjithçka në tokë lavdroni. Qielli dhe toka të japin lavdi, yjet e shtrihshëm të lavdërojnë ty, gjithçka në tokë lavdroni. Lavdroni Zotin në qiell të lartë, lavdroni Zotin ju engjëj të fortë, gjithçka në tokë lavdroni. Qielli dhe toka të japin lavdi, yjet e shtrihshëm të lavdërojnë ty, gjithçka në tokë lavdron. Ju i madh, në fort, në lavdi,
së mund, që do bashkëpunojmë bashkë, ndërsa këndojmë. Jezus, le të vinë mbretëria, vullneti yt të bëhet në ne. Jezus, nuk ka asnjë si ti Zot, i vetmi shpëtimtare, trego dashuri, mbreti qellit teja, mbreti qellit teja, në latin mbret prodrit të shkëlqej, mbreti qellit teja, mbreti qellit lihu, kush më ndalon, po qish shpëton e mritima, mbreti qellit teja. Jemi fëmijët e mëshirës, të shpëtuar jemi, të rasim Jezus. Jezus, zemrën na e ngroso, që çdo sy të qoh, të ngritur lart. Mbreti qellit teja, mbreti qellit teja, në latin mbret prodrit të shkëlqej, mbreti qellit teja, mbreti qellit lihu, kush më ndalon, me fuqi shpëton e mritima, mbreti qellit teja. Mbreti qellit zbrit, mbreti qellit zbrit, mbreti qellit zbrit, mbreti qellit zbrit, mbreti qellit teja, mbreti qellit teja, në latin mbret prodrit të shkëlqej, mbreti qellit teja, mbreti qellit lihu, kush më na shpëton, në qellit shpëton e mritima, mbreti qellit teja. Zot, ne kemi nevojë për ndihmë, për fuqinë tënde Zot, dhe të tregosh mëshirën tënde Zot në botë, ndërsa shtetet lëkundën për ndihmë, ka luftra, ka tërmete Zot. Ka njerëz Zot në Tajland, në Myanmar, në Tonga, të cilët vajtojnë njerëzit që kanë humbur për shkak të tërmetit. Dhe Zot, ndërsa trazirat të tilla ndodhin, na kujto që ne të gjithë presim mbretërinë tënde. Faleminderit Zot që ti ke premtuar që do kthehesh. Edhe gjërat që shohim tani Zot janë të përkohshme, kurse gëzimi i mbretërisë tënde Zot është i përjetshëm. Dhe ne për këtë gëzojmë Zot. Një pranë njerëzve që vajtojnë, një pranë njerëzve që vuajnë. E Zot, lutem që sytë e shumë njerëzve do kthehen tek ti dhe shumë shpirtra Zot do të njohin ty Zot Jezus si Zot dhe shpëtimtar përmes këtyre vuajtjeve. Në emrin tonë të Jezusit.
Fjala e Zotit na fton që Jezusi tha kush është i jetur, nëse je jetur eja tek unë. Merr mbi vete barrën time, sepse unë jam zemër bukur nga zemra. Kush është i jetur, i dobër kush është, jetë burimi, zhytë zemrën në ujin e jetës ti, në dhimbjen ti pujimi, ai ta pastroj, në mëshirën e Këlltasin nga zemra jo, eja Jezus eja Kush është i jetur, i dobër kush është, jetë burimi, zhytë zemrën në ujin e jetës ti, në dhimbjen ti pujimi, ai ta pastroj, në mëshirën e ne këlltasin nga zemra jo, eja Jezus eja Jezus eja Zot, ne të falenderojmë Zot, edhe pse kjo këngë është një thirrje që ti të vish, ne dim që ti je në mesin tonë Zot, edhe shpirti yt i shenjë brenda banon në zemrat e çdo njeriu që të beson ty. Lutem që zemrat tona të kërkojnë ty Perëndim, të jenë të fokusuar te ty. Unë tulemi. Okej. Kjo kënga fundit, Heja, Zoti Jezus, në fakt është për ardhin e dytë e kuptojnë. Edhe tema që do flasim sot është temë e vështirë, sepse do flasim pikërisht për kohët e fundit. Për kohët e fundit.
Sa nga ju e dini që është dita e Zotit? Keni dëgjuar herë këtë term? Dita e Zotit. Po dita e Krishtit. Po dita e Perëndisë. Kemi gjithë ato ditë me festu. Okej, do shikojmë fakt sot do flasim për ditën e Zotit. Edhe jemi tek 1 Salonikësit 5, vargjet 1 deri në 3. 3 vargje janë fakt, po 3 vargje të vështira. Kështu që shpresoj që Perëndia do na drejtojë në fakt për me nxjerr konkluzionin e duhur. Sepse kjo ardhja e dytë mund të shikohet në mënyra të ndryshme. Ju e dini në fakt që unë gjithë marrojnë me Jezusin që ngrihet në qiell. Edhe mendoj që ishte mjaft spektakolare kjo gjë në fakt. Thotë që dishepujt i kishin mbet syt atje ndërkohë që Jezusi ishte ngrit. Edhe u desh ëngjëjt me ardhmë me thonë: "O burra, ç'po shihni lart? Ai Jezus që u ngrit lart, ai do vinë prapë në të njëjtën mënyrë." Edhe mesazhi i kësaj në fakt është që Jezusi do vinë prapë. Edhe ai i thotë, ëngjëjt thonë në fakt që do vinë prapë në të njëjtën mënyrë, në fakt në të njëjtën mënyrë si u ngjit, ashtu do vinë prapë. Edhe mendoj që do jetë spektakolare për neve, por ka edhe shpresë me këtë gjë në fakt. Edhe sot do duhet fokusohesha më shumë tek shpresa, por edhe tek paralajmërimi në të njëjtën kohë, por çfarë do të thotë kjo? Tani ne kur flasim për këtë historinë e njerëzimit, historia në fakt nuk është historia e njerëzimit, është historia e Perëndisë, në fakt sepse Perëndia e ka dizenjuar fillimin, e ka dizenjuar vazhdimin, këtë që ne jemi duke jetuar sot, edhe ka dizenjuar edhe marimin e botës. Edhe njeriu, në fakt mendon që ne jemi në qendër të kësaj historisë, por në fakt si jemi ne në qendër të kësaj historisë, në qendër të historisë është Perëndia, është Jezu Krishti. Edhe ai thotë është fillimi dhe marimi, është alfa dhe omega. Edhe prapë në qendër të gjithë kësaj historisë është Perëndia, është Jezusi. Por njeriu në fakt herë mas herë e ka vendosur veten në qendër të historisë njerëzimit, sikur njeriu është qendra e historisë. Edhe Perëndia në fakt na thotë që megjithëse tani duket sikur është ashtu, fundi nuk është ashtu. Edhe në fund, tek dita e Zotit, Perëndia do vendosin drejtësi. Edhe drejtësia është mjaft e dhimbshme kur ta shohim bashkë. Jemi te kjo 1 Salonikësit, po e lexoj vargjet, Joel, i e gati aty. Sa përkohet dhe përstinet, vëllezër, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse ju vetë dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën, sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatërrim i papritur do të bjerë mbi ta, ashtu si dhembjet e lindjes së gruas shtatzën dhe nuk do të shpëtojnë. Okej, tani kjo dita e Zotit përmendet tek vargu i dytë aty. Edhe duket sikur Salonikësit po e prisnin këtë ditën e Zotit. Edhe i kanë bërë si duket pyetje Palit në lidhje me ditën e Zotit, dhe Pali thotë, shikoj thotë, sa për kohët e stinet, sa për atë muhabetin që ne kemi pas më parë, duhet ju them fakt se ju nuk keni nevojë për një uri, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse ju i dini tashmë këto gjëra. Edhe unë doja të shikoj në fakt ja dy gjëra në fakt se si nga i dini këto Salonikësit se si do jetë fundi. Sepse unë do doja në fakt për tishën tonë, të ishim në gjendje me thënë e di se si do duket fundi. Salonikësit ishin gati për të thënë në fakt e dim se Pali thotë ju e dini thotë se si do jetë dita e Perëndisë. Edhe nga e dinin Salonikësit, e dinin sepse Pali kur i ka vizitu, i ka tregu për këtë. Edhe do doja që të shikonim në fakt një pasazh, ne e kemi parë, është nga 1 Salonikësit, tjetra Joel. Nga 1 Salonikësit, kapitulli 1, vargjet 9 deri në 10. Edhe Pali thotë, siç e ardhja jon ndër ju, si u kthyet nga idhujt e Perëndia për të shërbyer Perëndisë së gjallë e të vërtetë dhe për të pritur prej qiejve birin e tij, të cilin ai e ngjalli prej së vdekurish, Jezusin, që na çliron nga zemrimi që po vjen. Tani Pali thotë që kur kemi ardhur neve, e ju kemi kthy nga idhujt ku ju ishit, e ju kemi mësuar fakt se si të shërbeni Perëndisë, si të prisni birin e Perëndisë. Pra ato kanë qenë përgatitur ndisi në fakt për historinë, që nga fillimi e deri në ardhin e birit.
Edhe ne kemi folur në fakt herën e kaluar, edhe herët më parë kemi folur në fakt që pali ishte në mes Selanikasve për një kohë të shkurtër. Por vetëm në këtë kohë të shkurtër, në fakt se kur ke një kohë të shkurtër ti mendon çfarë do i thush këtyre besimtarëve të ri. Edhe zakonisht ne i themi, okay, është një gjithë është e rëndësishme ta dish në fakt por pali e filloi që nga fillimi historinë edhe i mësoi Selanikasit edhe për ardhjen e dytë të Jezusit, i mësoi edhe për ditën e Zotit. A mund të më pëlqen në fakt 3 javë ishte atje apo 4 javë, edhe prapë gjeli kohë për t'i mësuar ata për ditën e Zotit edhe për zemrimin që po vjen. Tani një burim tjetër nga Selanikasit mund të kenë marrë informacion, është edhe Dhjata e Vjetër. Tani tek Dhjata e Vjetër ka 18 vargje që flasin për ditën e Zotit, për karshit Dhjatës së Re që janë vetëm 4 vargje. Pra, Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re ka 4 vargje që flasin për ditën e Zotit, Dhjata e Vjetër ka 18 vargje. Edhe jam sigurt në fakt që Selanikas mund t'i kenë lexuar disa nga këto vargje, desha t'ju tregoj disa. Është Isaia 13:6 thotë: "Bërtisni, sepse dita e Zotit është e afërt, ajo po vjen si një shkatërrim nga ana të plot fuqishme." Vetëm ta lexosh këtë pasazh, vetëm lexosh këtë pasazh, kë mund shkakton tension, sepse thotë dita e Zotit thotë po vjen edhe do sjell shkatërrim. Joeli 1:15 thotë: "Mirë ajo ditë, sepse dita e Zotit është e afërt, po do të visi një shkatërrim nga i plot fuqishëm." Prapë një ide thotë mirë ajo ditë. Pra dita e Zotit, që tani, vetëm duke lexuar këtë pasazh, në fakt e kupton që diçka e tmerrshme po vjen. Edhe i fundit Sofonia 1:14-15 thotë: "Dita e Zotit është e afërt dhe po vjen me shpejtësi të madhe, zhurma e ditës së Zotit është e hidhur. Atëherë njeriu trim do të këllthas fort. Ajo ditë është një ditë zemrimi, një ditë mirimi dhe ankthi, një ditë shkatërrimi dhe shkrettie, një ditë terri dhe mjegulle, një ditë rresh dhe errësire të thellë." Pra, gjuha që përdoret për ditën e Zotit është gjuhë e fortë. Edhe unë doja në fakt që të flisnim pak për këtë, në fakt se çfarë është dita e Zotit dhe si mund të përgatitemi për këtë gjë. Tani, dita e Zotit në fakt nuk duhet më ngatru me ardhin e dytë të Jezusit. Janë dy gjëra të ndryshme. Edhe herën e kaluar kur Iliri foli për kapitullin 4, ai aty përmendi në fakt që është një moment në histori, ajo që do ndodhi në fakt kur Jezusit vin, kjo është e rëndësishme ta dimë gjithë në fakt. Kur Jezusit vin, sepse siç thamë në fakt do vin, gjëja e parë që do bëjnë, do mbledhin gjithë ata që kanë besuar tek ai. Edhe kapitulli 4 në fakt e përshkruan këtë moment, në fakt se thotë, në fillim thotë do tërheqin, do mbledhin thotë gjithë ato besimtarë që kanë vdekur. Ata janë parë që do tërhiqen nga Jezusi. Ato do marrin gjithë trupat lavdishëm, pa prishur, do jenë në prezencën e Perëndisë, prezencën e Jezusit. Pastaj thotë do marrin gjithë ato besimtarë që janë të gjallë, e do i tërheqin edhe ato bashkë me ta. Edhe ti thu, okay, nëse se gjitha kjo në fakt është edhe vështirë për ta imagjinuar, në fakt, si do ndodhin gjitha kjo. Edhe unë nuk e di se si do ndodhin. Por ajo që do ndodhin pastaj thotë, njerëzit që do ngelen tokë, ato atëherë fillon dita e Zotit. Edhe dita e Zotit është një lloj ditë gjykimit, që do vinë tek gjithë ata që janë rebelu, tek gjithë ata që e kanë mohu Perëndin, si Zot dhe si shpëtimtar. Tani ka disa njerëz në fakt që mendojnë që dita e Zotit është diçka që ka menduar për 24 orëve. Tani do të kem kujdes çfarë them, sepse mirë se burra, si jeni? Tani ka disa njerëz në fakt që besojnë që dita e Zotit është diçka që ndodh brenda 24 orëve. Edhe libri i zbulesës, kur ti lexon librin e zbulesës, që është një nga librat fantastik për ta lexuar, por libri i zbulesës tregon fakt se si do jetë dita e Zotit, edhe duket sikur është një seri ngjarjesh që do ndodhin. Unë thash, ti them shkurtimisht në fakt se cilat janë këto seria ngjarjeve që do ndodhin gjatë ditës së Zotit, edhe që kulminojnë me fundin e botës. Pra, menjëherë kur kisha të merret, edhe kjo do jetë në një mënyrë të mbinatyrshme, menjëherë do ndodhin gjykimi i Perëndisë me gjithë ata që kanë rebelu, pra me gjithë ata që nuk kanë besuar, do ketë një gjykim. Edhe Bibla thotë, është ajo si lexuam pasazhin më parë, në fakt mirë ajo ditë, kur ditë.
Edhe Bibla përshkruan këtë periudhë në fakt si një periudhë prej 7 vitesh, pra 7 vite mundimi. Pas kësaj, Bibla flet për ngritjen e Antikrishtit edhe të profetit të rrem. Edhe një herë në fakt këtu ka përshkrime të ndryshme për këtë, por periudha është e rëndësishme vetëm thjesht për të kuptuar në fakt rrjedhën e ngjarjeve se çfarë do të ndodhë. Pastaj do vinë shpëtimi i gjithë Izraelit, edhe përshkruhet edhe kjo përshkruhet tek zbulesa me terma të ndryshëm. Pastaj do hapen, thot Bibla tek zbulesa, prapë tregon në fakt që do hapen 7 vula të ndryshme gjykimit, që do vënë njëra pas tjetrës, në fakt si një varg seri ngjarjesh. Pas kësaj do ketë një betejë të madhe që njihet si betejë e Armagedonit, edhe së fundmi Satani thot do lidhet me gjithë ëngjëjt e tij edhe do të hidhet në liçenin e zjarrit. Edhe në fund, e fundit fare në fakt toka nuk do ekzistojë më siç është kjo tokë këtu, por do jetë një tokë e re, një qiell i ri. Edhe ne do jetojmë prezencën e Perëndisë në këtë tokë të re, ku nuk do ketë më vujtje, ku nuk do ketë më dhimbje, ku nuk do ketë më lot. Edhe ne do jemi me trupat përjetshëm, thot Bibla. Pra, pamja e fundit është fantastike, jemi të paprishëm, pa vdekshëm, pa mjerim, pa vujtje, pa sharje, pa ofendime, pa luftra, pa asgjë. Ky është fundi. Nga herë fakt ne themi, okay, fundi duket sikur është parajsa, po parajsa është një vend i përkohshëm shpirtëror, por i fundit ai vendi përfundimtar është kjo tokë e re, ky qiell i ri, që shumë njerëz i referohen edhe si parajsa. Okej, tani kur ndëgjon për fundin e gjërave që do ndodhin, të kap një lloj frike të parë hatijet. Ke një lloj frike thu edhe ndoshta Selanikasit kur i kanë dëgjuar për ditën e Zotit, gjërat që po ndodhin, ndoshta i ka kap pak friga. Edhe kanë thënë, po a do na kapi neve kjo dita e Zotit, ose a do na prekin familjarët ton, ato që nuk besojnë? Edhe Pali i thot në fakt, ju thot i dini këto gjëra, thot se kemi folur për këtë punë. E nganjëherë në fakt njohuria, vetëm thjesht ta dish për këto gjëra, në fakt nuk duket sikur je më i qetë. Edin, përkundrazi në fakt ke një lloj frike tjetër. Më në fakt kur baba im bëri këtë operacionin, ai kishte për të bërë një bypass. Tani unë e dija ç'a ishte bypassi, e kisha idenë se si duket. Por vetëm deri kur fola me doktorin, me kirurgun, atëherë e kuptova në fakt çfarë rrezikshmërie ka. Bile sa doktori më tha, shiko tha se si ndodh. Tha, qahet zgavra e kraharorit, hapet kraharori, nxirret zemra, edhe punohet aty, jashtë. Po, këtë duket e tmerrshme, kanibaleske nga njëra anë. Por edhe pastaj më bëri që të nënshkruaj një kontratë, një lloj dokumenti që jam dakord nëse operacioni dështon edhe përfundon në fatalitet. Aty e kuptova në fakt rrezikun që ka kjo, edhe ndryshoj mënyrën se si të lutem edhe se si të dal përpara Perëndisë me këtë situatë të re që kisha me babain. Edhe në fakt kjo ardhja e Perëndisë ngjan pak a shumë kësaj, në fakt ne ta dish është e rëndësishme, por shpresoj që ky informacioni na ndihmon se si dalim përpara Perëndisë. Një farë forme me lutje dhe me përgjërim për atë që po vjen. Por sot ajo që do të bëjmë në fakt është që do të tregoj për 2 aspekte të ditës së Zotit që shpresoj do na ndihmojnë se si të përgatitemi për atë ditë. Edhe janë 2 gjëra që do të shikoni në fakt. Dita e Zotit do të vi thot befas edhe krejt pa pritmas. Edhe dyta, dita e Zotit do sjell shkatrim pa pritmas dhe në mënyrë të pashmangshme. Tani le të shikojmë në fakt të 2 aspekte këtu. E para në fakt është dita e Zotit do të vi befas dhe pa pritmas. Wow, Joel. Sepse ju vetë dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Tani më pëlqen kjo metafora këtu në fakt sepse ditën e Zotit e krahason me një vjedhës. Edhe ju dini në fakt kur vjen një vjedhës në shtëpi, nuk vjen kur ti e din që po vjen. Po vjen ose natën kur ti nuk je në shtëpi, ose vjen kur je ti në gjumë. Edhe pasazhi thot në fakt që dita e Zotit thot ti s'ke më qenë gati mu përgatit, nuk do kesh mundësi për të përgatitur për këtë kur ti. Sepse do ndodhin kaq shpejt, kaq pa pritmas si ai vjedhësi që vjen natën. Edhe unë e di në fakt që sot ne si besimtar në fakt kur mendojmë për këtë ditën e Zotit, themi okay, ka kohë kur të vinë, kush e di kur vjen, sepse njerëzit për vite kanë qenë duke prit për këtë. Por është e rëndësishme të mendojmë në fakt që nuk ka as edhe një profeci tjetër që duhet plotësohet përpara se sa dita e Zotit vjen. Pra asnjë gjë tjetër nuk e bllokon. Edhe mund të ndodhin kurdo, mund të ndodhin edhe në këtë moment këtu, ku jemi këtu. Domthon, kaq e pa pritën mund të jetë.
mund të ndodhin në çdo kohë. Nuk e di pak për ju, por ne sa herë që presim mysafir në shtëpi, duket si film aksionit. Shpejt e shpejt me rregullu shtëpinë. Se dim që po vinë vizitor, kur vjen mysafiri në shtëpi, do të pas shtëpinë në rregull. Edhe është ndryshe kur s'kem mysafir në shtëpi, sepse ti më lën filxhanin ku dush ti, e lë pantoflet. Jo, s'përdon, kaq vetë pantoflet. Rrin ndryshe. Po kur vinë mysafir, veç të shikoni ne dhe tre se si funksionojmë, koordinohemi për ta rregulluar gjithçka gati. Edhe Pali po i thotë në fakt, ju thotë nuk do keni kohë për ta rregulluar shtëpinë. Edhe me shtëpinë, në fakt nuk ka fjalën me shtëpinë aty ku banon, por e ka me jetën tënde. Sepse gjërat do ndodhin shpejt. Edhe mendoj që thelbi i kësaj, në fakt ku do të fokusoheshim është që ka ardhur koha për ne në fakt me jetu me mençuri edhe të vetëdijshëm për atë që po vjen. Sepse nuk ka prallë, nuk është fantashkencë, do ndodhin edhe do jetë e menjëhershme. Javën që kaloi takova Albanun. Tani ju nuk e di nëse gjithë e njihni Albanën, gjithë, po. Albano ushtarak ka qenë te kisha jon, edhe tani po mbjell një kishë tjetër. Edhe ai po më tregonte në fakt që tani në prill i kanë kërkuar në fakt që të shkojnë me një shërbim 6 mujor në Kosovë. Pra, imagjino, ai ka 2 fëmijë të vegjël, 2 vjeç që ka më të madhin, tjetri më pak, 1, po. Edhe ka një punë, domethënë ka edhe një kish për të drejtuar. Pra, 2 fëmijë të vegjël atje, një kish të vogël që duhet me i dhanë, që është në fillimet e saj, edhe i kanë kërkuar që shkojnë 6 muaj atje. Edhe pyet Albano, po ai e gati më për këtë. Albano thotë, po kjo është puna e ushtarakut. E kam llogaritë më përpara se ne si ushtarak do të qenë gati për gjithçka. Edhe gjithçka mund të ndodhen pa pritmos. Edhe mendoj që edhe për ne, në fakt kur flasim për ditën e Zotit, në fakt mendoj që do të jemi gati si ushtaraku për gjithçka, për kudo. E dyta, që do e shikoni, në fakt është që dita e Zotit do të sjellë shkatrim pa pritmas edhe në mënyrë të pashmangshme. Sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatrim i papritur do të bjerë mbi ata ashtu si dhëmbët e linjës së gruas shtatzënë dhe nuk do të shpëtojnë. Tani, për kë ka fjalën për këtë paqe dhe siguri? Kush janë këta njerëz që do thonë paqe dhe siguri? Këto në fakt do të jenë njerëzit jo besimtar, ato që nuk besojnë. Edhe pasazhi në fakt tregon janë këta njerëz që janë atje të sigurt, që kanë paqen, kanë siguri, kanë fituar prona, kanë lek, kanë pasuri, që japin mjaftueshëm siguri për ta, ne jemi në rregull për këtë. Edhe ato, në fakt, për ato do ndodhin kaq shpejt thotë sa që do jetë e beft, do jetë e papritur për ta. Tani te kjo se është interesant fakt, Selanikasit, është këtë harrova ta them fakt, Selanikasit janë duke jetuar në kohën e perandorisë romake. Në kohën e perandorisë romake, në fakt është fiks ky moment kur gjërat janë në paqe. Është kjo pax romana që i thonë. Gjithçka ekonomia po shkon në rregull, edhe jam i sigurt në fakt që ndoshta një pjesë e mirë aty në Selanikasve në atë kohë në fakt kanë menduar që okay, gjithçka kemi në rregull. Kemi kohë për atë. Por Pali do ndi sigurojnë këta në fakt që nuk ka kohë. Nuk ka kohë në fakt sepse gjërat do ndodhin shumë shpejt edhe shkatrimi do vi menjëherë. Shkatrimi do jetë menjëhershëm. Tani un kam filluar një seri videosh në rrjetet sociale për të targetuar fiks njerëzit që mendojnë që e kanë gjithçka në rregull. Edhe javën që kaloi bëra një video mbi këtë aktoren Marilyn Monroe, ndoshta një pjesë mirë njihni. Edhe historia e kësaj në fakt është shumë interesante, në fakt është në kulmin e karrierës së saj në fakt. Edhe vjen një predikues, Billy Graham, që ndoshta disa nga ju prapë njihni. Edhe i thot për Jezusin si shpëtimtar, Marilyn ku je? Edhe Marilyn i thot, nuk kam nevojë për shpëtimtar, çam duhet shpëtimtar, jam në kulmin e karrierës. Një javë më vonë, Marilyn i gjendet e vdekur tek dhoma e hotelit ku ishte. Një javë më vonë. Ishte krejt e papritën, pak askush nuk e mendonte në fakt që do ndodhte aq shpejt në atë kohë. Edhe kjo në fakt thjesht na kujton në fakt që të njëjtën gjë që do ndodhin tek dita e Zotit. Nuk e din kur vjen shkatrimi. Shkatrimi do vjen menjëhershëm, asnjëherë nuk mund të jesh gati, nuk mund të përgatitesh për këtë. Edhe këtë nuk po e them fakt për të futur frikën, edhe as për të
kriju tension të panevojshëm në fakt, por është një kujtesë e mirë për ne. Ai që do dojmë në fakt për ne, në fakt është që ta shikojmë këtë si një kujtesë që gjërat që janë thënë do bëhen. Edhe për ne, si besimtar të krishterë, në fakt është që ne duhet jemi dëshmitar të ngutshëm, urgjent, sidomos për njerëzit jo besimtarë që kemi rreth rrotull nesh, familjar tonë. Ndoshta vetëm fokus pak do dohet mendoni vetëm për familjar tuaj në këtë rast. Sepse gjërat nuk kemi kohë. Asnjëherë nuk e dim se kur do ndodhin gjitha këto kur do ndodhin, por neve është e rëndësishme në fakt i drejtojmë këto njerëz, sidomos familjarët tonë tek e vërteta, tek shpëtimtari. Sepse gjërat do ndodhin shpejt. Ju ndoshta keni parë këtë ngjarjen që ndodhi në diskotekën në Maqedoni, ku humbën jetën 59 të ri nga mosha 14 deri 25, 14 deri 25. Edhe është shumë interesant pak që askuj nuk i shkoi mendja. Ishin fishek zjarre duke u hedhur, njerëz duke u hedhur, e duke kërcy. Flaka filloi, ka të rinj që janë duke e marrë në kamera flakën që kishte filluar në tavan. Shenjat ishin atje, gjitha shenjat ishin atje. Edhe ato vazhdonin në kërcenin deri kur ishte tepër vonë, në fakt të gjërat ndodhin kaq shpejt. Menjëherë. Edhe nuk arritën të dilnin gjithë gjallë, një pjesë e mirë janë akoma duke marrë ndihmën e shpejt, po 59 njerëz vdiqën. Që kjo në fakt na kujton në fakt se e pyetën një nga këto pronarë në fakt se pse nuk e arritën ta shmangin në fakt se ju shikoni për disa vite në fakt janë me këto sprucët për ta fik atë në fakt. Edhe pyetën pse nuk i nxorët njerëzit jashtë. Edhe ka disa arsye në fakt për këtë, por ndoshta një nga arsyet që është më e zakonshme është që tendenca e njerëzve është me shmang lajmin e keq në fakt, ose të japin zgjidhje vetë. Edhe dita e Zotit në fakt ka këtë efekt në fakt për ata që do ta injorojnë, që gjejnë paqen nëpër sigurinë, që gjejnë paqen ndoshta nëpër gjërat që i menaxhojnë vetë. Sepse në këtë rast në fakt nuk mund të bësh asgjë gjatë, gjithçka shkatërimi është i pashmangshëm, e vetmja mundësi në fakt për të shpëtuar kësaj është vetëm për të besuar, për të besuar tek Jezusi si shpëtimtar. Tani ajo roli ne kemi rol të rëndësishëm fakt. Ne si besimtarë krishterë kemi një rol tepër të rëndësishëm. Sepse këto gjëra në fakt nuk janë lojë, as nuk janë filma, janë gjëra që do ndodhin. Edhe për ne si besimtarë në fakt është tepër e rëndësishme ta shohim urgjencën e kësaj. Ta shohim urgjencën e kësaj në fakt. Sidomos tek familjarë, tek njerëzit, tek miqt që kemi rreth rrotull që nuk e njohin Jezusin. Sepse kjo gjë është duke ardhur. Është një ungjilltar i famshëm që e ka emrin Leonard Ravenhill, edhe ai thotë: a do mund të rrinte thot një detar duar kryq nëse do të dëgjonte thirrjen e një të mbyturit? Imagjino këtë. Imagjino një detar është duke pa një që mbytet, a do rrinte ai duar kryq? Vazhdon pak më poshtë thotë: a do rrinte një mjek në rehati duke parë pacientët e tij duke vdekur? Vazhdon prapa ai thotë: a do të mundte të rrinte një zjarrfiks pa vepruar ndërsa shef njerëzit që digjen dhe të mos ofrojnë ndihmë? Edhe a mund të rrish i qetë në Sion ndërsa bota përreth teje është e humbur? Edhe mua më pëlqen ky theks në fakt, ky fokus, sepse ky është ai theks në fakt që na vjen tek ne kur mendojmë për atë që po vjen. Edhe zemrimi i Perëndis sot po vjen. Nuk mund të rrim qetë duke i pa njerëzit aty duke u mbyt, edhe ne si detarët i shohim ato edhe nuk rrim duar kryq. Para ca ditësh, tezja e Rudins ndroi jetë. S'ka marrë leje për ta ndarë këtë shembull, po e ndaj me delikatesë. Ajo ishte në moshë në fakt, edhe para ca javësh kishte dhënë shenja dobësimit edhe Rudina merr në telefon para ca kohësh. Edhe unë isha tek dhoma tjetër edhe po ndigjoja bisedën e Rudinës me tezën, ndigjoja Rudinin jo tezën. Edhe që po i thoshte tezë, thotë, duhet besosh tek Jezusi tezë. Lutu tezë. Sepse për Rudinin ishte e dinte që gjërat do lëviznin shpejt në ai moment. Edhe pra ishte gjatë kohës tezë, lutu, beso tek Jezusi. Edhe pas ca kohësh më vonë, tezja e merr edhe një herë në telefon, por nuk arrin të lidhen bashkë me njëra tjetrin, kështu që i ngeli peng edhe fiks një ditë ose 2 ditë më vonë ai ndron jetë. Që ishte ndoshta jo e pritur ose ishte pa pritur në një farë forme. Gjërat ndodhin shpejt.
Edhe po mendoj thash, kjo është urgjenca e kësaj në fakt, sepse asnjëherë nuk e din se kur njerëzit tonë do jenë me ne, sa kohë do jenë gjatë. Asnjëherë nuk e din në fakt. Edhe gjërat mund ndodhin me shpejtësi shumë më tepër, shumë më shpejt se sa ne mund ta mendojmë ose sa mund ta imagjinojmë. Tani për ta mbyllur në fakt se këtu ka shumë informacione, materiale të ndryshme, por janë dy gjëra në fakt. Një, do doja që të mendojmë për këtë. Dita e Zotit po vjen. Do jetë bef, do jetë papritur, do të sjellë shkatrim edhe është i pashmangshëm. Është i pashmangshëm. Edhe për ne në fakt është shumë e rëndësishme në fakt ta shikojmë këtë gjë, sepse kur ti e kupton edhe e din mirë se për çfarë bëhet fjalë, mendoj që do ta ndryshojnë disi mënyrën se si jetojmë sot. Jam i sigurt për këtë. Po ngaherë nga që se kuptojmë mirë, ndoshta e minimizojmë, duket sikur se ka kohë, ta njerëz kanë prej 2000 vite, ndoshta ne do presim 2000 vite tjera, por nuk e dihet asnjëherë. Sepse siç thash, nuk ka ndonjë profeci tjetër që duhet të ndodhi. Kjo është gjëja tjetër që presim që të ndodhi, dita e Zotit. Tani Franci më çoi dje një mesazh, e thash, më duk mbyllje e mirë, sidomos për ne si të krishterë, sepse për ne si të krishterë, në fakt lajmi është i mirë, në fund. Fundi është i mirë, është fantastik. Edhe në Muzeun e Louvre-s ka një pikturë, duket se e kam këtu një pikturë, po. Ka një pikturë që unë e kam parë në fakt, po asnjëherë s'e kisha kuptuar për çfarë është fjala. Kjo quhet Shahmat. Edhe piktori e ka mënyra se si e ka pikturuar në fakt është që historia mbrapa pikturës është që ky djali këtu është duke lozë me djallin, edhe ka vendosur shpirtin e tij në lojë. Pra thotë, nëse ti fiton lojën, merr shpirtin tim. Edhe piktura quhet Shahmat. Tani është shumë interesant fakt që këto ciceronet kur shkojnë atje këtu, kjo është piktura Shahmat, ky i riu la shpirtin në lojë me djallin. Edhe historia thotë fakt që derisa një ditë thotë erdhi një shahist i madh. Edhe pa muzeu, pa këtë pikturën këtu, edhe vendosi veten në vendin e këtij djalit. E pa atë fushën atje, e kuptoi se si janë lvizur edhe se si janë të përqendruar ushtarët, dhe tha, "Prit, tha. Loja, tha, nuk është Shahmat." Në fakt, thotë, ka një lvizje, thotë, që mbreti i bardh duhet bëjnë. E jo vetëm kaq, fakt, po kjo lvizje, thotë, çon në fitimin e lojës. Kjo lojë. Pra, nuk është e humbur loja, thotë. Mbreti, thotë, ka edhe një lvizje tjetër. Edhe mu thash, kur Franci ma çoi, thash, në fakt është fiks mesazhi i jon. Mbreti i jon e ka ende një lvizje për të bërë. S'kan marrë gjërat, sidomos për ne. Edhe ajo lvizje në fakt do të çojë në fitimin e gjithçkaje për ne. Për ne si të krishterë kam fjalën në fakt. Për ne nuk është fundi, nuk ka marrë gjithçka. Megjithëse duket e frikshme kur mendon për ditën e Zotit, dita e Zotit duhet të tmerrshme, e frikshme, po për ata që besojnë në fakt është i lavdishme. Jemi duke lavdruar e duke adhuruar Perëndin në fakt në këtë tokë të re, në këtë vend të ri, me bashkë me gjithë vëllezërit e motrat e tjerë në fakt pa dhimbje, pa vajtim, pa çarje, pa probleme, pa smundje, pa asnjë gjë, në fakt me trupa të lavdishëm. Edhe on me zi pres në fakt për atë kohë kur ne do jemi gjithë bashkë edhe dash Zotit me gjithë të dashurit tonë, me familjarët tonë që akoma nuk e njohin Jezusin. Le të lutemi edhe të adhurojmë Perëndin, në fakt sepse kemi shumë për të adhuruar edhe për të lavdëruar, ne jemi mirënjohës për fitoren e madhe që ti e ke filluar Perëndi me ardhjen tënde në tokë. Falenderojmë për Jezusin, për shpëtimin, për gëzimin, për këtë përfundim të lavdishëm që ndodh për shkakun e tij, Perëndi. Edhe të lutem atë, na ndihmo që të mos jetojmë të jetë si të dështuar, si të mundur, por si fitimtar, sepse mbreti e ka fituar. Edhe ne të falenderojmë për gëzimin që vjen bashkë me këtë. Lutem gjithashtu Perëndi na i hap syt për të parë nevojën tek njerëzit rreth rrotull, tek familjarët tonë, tek prindrit, tek fëmijët, tek gjyshet, njerëzit rreth rrotull Perëndi, miq, na ndihmo ta përçojmë këtë lajm të mirë në një mënyrë
relevante, në një mënyrë që ata e kuptojnë dhe hapin zemrën Perëndi. Lutem që gjithë njerëzit rreth nesh Perëndi do kenë mundësi për t'ju përgjigjë mesazhit në mënyrë pozitive. Falenderojmë, ta adhurojmë sot në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Do të këndojmë edhe rekën të tjera, unë dhe përfiqët këndojmë. Këmë kapitolo në të është vazhdojnë si herën tjetër. Ne të qënë në këmë. Kjo këngë në fakt më pëlqen shumë dhe sa herë që këndojmë kujtojmë për sakrificën që Jezusi i ka bërë për ne, pikërisht që ne të mos humbim të pija ajo ditë e natë. Come on.
shenjt edhe tutje të qëndër pushur në gëzim. Falenderojmë edhe një herë për mundësinë për të mbledh bashkë edhe për të adhuruar. Falenderojmë për ofertën, edhe lutëm atë bekoj financat tona, bekoj të ardhurat e secilit Perëndi, edhe na ndihmo të përdorim në mënyrën më të mirë për të përhapur mbretërinë tonë, për të avancuar mbretërinë tonë kudo. Bekoj secilin Perëndi na jep një javë të mirë edhe të fokusohemi tek ty. Në emrin e Jezusit lutem. Amen.